energji elektrike i këtyre kabinave përfaqësohet nga 3 fidera nga një stacion elektrik. Nga këto 3 fidera, vetëm një pjesë është me kablore, siç mund ta quajmë me linjë kablore. Numri abonentëve të cilët furnizohen në këtë territor është 1250 abonentë, por edhe pjesa e puseve të naftës në sektorin. Nga ana e Drejtorisë Rajonale Berat Teknika Kuçov janë evidentuar problematika në këtë zonë si rrjedhoi e punonësit tanë në realizimet e remonteve për pjesën e tensionit mesëm dhe tensionit ulët. Është sistemuar një pjesë e paneleve të tensionit ulët, të cilat dalin nga kabinat elektrike duke vendosur automate dhe pjesën e sigurimit teknik. Problematika të shfaqura që hasen në rrjetin e OSSH-s në këtë zonë e pjesë konsiderueshme me energji elektrike, përveç abonentëve privat dhe familjar, është edhe siç përmenda sektori i naftës. Nga ana e Drejtorisë Rajonale Berat, Dega Teknike Kuçov harton projekt preventiva për investime me të tretë në pjesën e tensionit të ulët, por gjithashtu dhe në tension mesëm. Projektet janë dërguar në Drejtorinë Qendrore të Tiranës dhe pritet miratimi i tyre. Kjo ishte një kthimi i përgjigjes nga pjesa e OSHE-s. Faleminderit. Atëre, kush ka pyetje? Po, Vebi? Për informacionin nuk kemi puna kësaj gjeni që thoni ju, po problemi është që pjesa jonë, ose lagjen e Janari, po më shumë Polovina dhe pjesa komplet linja Geg, Driz, Frashë, një veshi ose pak herë, vites tani po ndodhë edhe ndryshe, edhe ku s'ka aser fare. Defekt, jo se gjenë dot, jo se bëjmë, nuk e di. Kjo ndodh për shkak të arsyes që ta thash për linjën e amortizuara dhe investimeve me të tretë që janë bërë artim preventiv. Po. Dhe pritet miratimi nga Drejtoria Qendrore Tiranë. Nga ana e Drejtorisë Rajonale mund të mbyllet të vit. Shpresoj për të vit. Po, shkëputje linje, nuk mund bërë se do t'i defekt në Frashë, për shemë një vetë që zonë. Ato janë domethënë të komanduara në bazë pajisjeve që kemi ne dhe bëjmë segmentimin e linjës ku është defekti. Okej. Sandri. Po. Një pyetëm. Po. Jashtë atyre që referove ti, besoj se për një mira vetë tek lagë këtu të Partizani. Ajo linja e ke parasysh? Po. Një linjë problematike. Pavarësisht se mund të jenë gardë disa investime kohët e fundit, por ajo ngjilet përsëri, besoj se më problematike në Kuçov. Besoj se aty punon ti tek elektriku aty. Po, unë jam shefi. Besoj se e shikon dhe vetë aty. Ka vite që ajo linjë është shumë problematike. Po ta krahasosh me anën tjetër të bulevardit anë s'ka ndërprerje tek ka. Besoj se e njeh si problem edhe para një jave, një shtator të mira, një të dielën, ikën drita, e tjera. Çfarë bëhet me atë linjë? Me atë linjë kam paraqitur shefat të ekipit që i kam në varësi dhe po marrin masa duke filluar dhe nga dita e martë, që është filluar me prerjen e pemëve, komplet pastrimi trases linjës dhe ndërrimi izolatorëve, që të bëjnë mundur mos ketë më shkëputje të energjisë elektrike. Është shkëputur nga lagja 11 janare se ka pasur një gabim që do ta ndanin, apo vazhdon si linjë, si fil. Fideri është 56 kV që merr dhe lagja 11 janari pjesërisht. Sepse si sta citova dhe në fillim, lagja 11 janari përfaqësohet nga 3 fidera. Nuk është vetëm një linjë. Është Ju shikoni se çfarë them, ke ju e dini vetë, por që atje një shetër bjerë ashtu si ka dhe biu një herë të fry, aty në atë lagje s'ka drita. Por ashit, pregatitemi, mos kemi drita. Jemi të pregatitur si lagje, dakord?
Prandaj po hartohen dhe projektet sepse linjat janë të amortizuara nga mos ndërhyrja. Projekte ka 10 vjet, po çfarë do të ketë? Tu është Po, Liliana, në fshatin e Avaliesë, në lagjen e malit, ka ardhur deri diku linja me kapor dhe ka ngelur shumë pak familje. Po, E pa, sepse më fal, edhe një pjesë atje është linja, që ka qenë linja më përpara, është një pemë atje. Dhe gjithë ato ose ekipi juaj vjen për ta lidhur atë temp. Tani ka mundësi ta kuptojnë atë pemë, ta heqin pemën apo ti unë. okay, ti marrim me radhë. Atëherë tek pjesa që më the pjesërisht është kablore dhe pjesërisht është me përcjellsa, aty ndahen dy fidera. Ndahet fiderat që marrin zonën e naftës siç e quajmë ne, fideri 11.6 kV dhe fideri 7.10 kV, i cili është totalisht me kabull ABC që përfaqëson dhe një pjesë të lagjes 11 janarit. Prandaj ndodh që një pjesërisht është me kabull dhe pjesërisht është me përcjellse. Ndërsa për pjesën e pemës që po më thua është mund Disa herë me pemë Po. drejtën edhe vinë atje sa është bërë një. do ta marrim parasysh të pjesë pasi kam ekipin në terren dhe do ta marr parasysh të pjesë ta eliminojmë si problem. Kryetar, tani me inxhinierin neve po thuaj se faktën unë si drejtori i nxjerrjes naftës kam komunikim të përditshëm jo vetëm me inxhinierin, por edhe me pjesë specialistëve. Ashtu sikur se përmendi dhe në material që interferon furnizimi i abonentëve privat me sistemin e naftës, duke filluar Driz, Geg, Kozare, në lagja 11 janari, por dhe pjesa e postoblokut, Qifliku dhe Arza. Do më thënë, një pyetje që kam të drejt për drejt. Ka mundësi që abonentët privat të shkëputen nga sistemi naftës, sepse duke pritur stinën e nxehtë, të gjitha zjarret fillojnë diku rreth orës 2, ku fillon dhe era. Në orën 2, gjithë sistemi naftës i ka të stakuar puset. Por thjesht vetëm nga që linjat janë të lidhura me abonentët privat, kjo ishte një si pyetje. E dyta, lidhur me investimet. Jo më largë se par vjetë, më thënë dhe në kompani ne kemi bizeduar për pjesën e investimeve në sistemin e naftës, kryesisht në zonën Driz, Geg dhe Kozare, me drejtorin e madh të OSHS për te drejtorit tuaj rajonal dhe është premtuar që do ketë investimet faktë në këto 3 pika, projektet kanë vajtur dhe priten investime. Lajmi mirë, do më thënë, sepse dhe për ne të naftës, sepse është gangren, po dhe për konsumator privat në këto zona. Këto dyja kisha unë. Për pjesën e abonentëve privat që të largohen nga të shkëputen nga pjesa e naftës, ja kam paraqitur dhe në drejtori të si kërkesë, sepse ajo është shumë mirë për ju, por edhe për abonentët privat të cilën ne jemi në shërbim në çdo kohë. E kam paraqitur si ankesë, presi konfirmim nga drejtoria, nga kryeinxhinieri, nga drejtori. Ata s'po ndryshojnë tele që kanë 100 vjet janë vend, ti do të ndryshoj ka linjën prapë në e para, po çfarë thua mos e. Në pritjen e investimit parashikohet kjo ndarja e abonentëve privat me sistemin e naftës. Ne bashkëtojmë bashkë tani, mos e bëj tani ti. Ma artikulot, lutem. Po, ma artikulot pak. Nuk ka drita. Qyshtë e bërda. Dalë shikojnë, pa drita, të kamera të neve, e pësi. Si në cilë mirë. Atëherë unë po të them, që pjesën e rimontave që është kryer në fiderin 13, pasi ka qenë një fider me numër larg stakimet janë evidentuar në 70%. Dhe këtë ta tregojnë faktin, ta nxjerrë me një analizë shumë të thjeshtë nga dispečeria ime qendrore dhe të shikojmë numrin e stakimeve të lagjes dhe të fiderit tuaj.
Po vetëm përpara disa ditësh, Po. Tapia për shembull ka qenë me orë të tëra pa energji elektrike, me ndërprerje të vazhdueshme. Me ndërprerje të vazhdueshme. Dhe me orë të gjata. Po. Ka qenë ta 16. Kur ka fryndurer Po, shi. ishte pjesë e Tani e shtëpisë. njëjta situatë sa herë që fryner dhe vishin. Në të tilla raste mundohemi që sipas burimeve njerëzore që ne kemi, kushteve, mjeteve, që t'i japim një suport, po në qoftë se mjafton ajo burime njerëzore që ne kemi ndë edhe me orë të gjata, por nuk e kemi realizuar në të në të 100% që ditën e parë, po besoj se më shumë nga 4 orë nuk është normale, po flasim që Për një në të qytetar apo një në biznes. të tilla stui dhe ko janë të pritshme. Për një qytetar apo një biznes, mjafton dhe 30 minuta dhe ti shkakton një dëm goxha. Po. Kush e mbulon këtë? Ai që ka. E mbulojnë projektet dhe remontet që kryen në linjë. Dëmin që i shkakton biznesit apo qytetarit apo kujdo aty në zonë. Qofse nuk vjen pjesa e investimit, atëherë me këto burime njerëzore që unë kam, unë si OSHE Buçok kam, nuk mund ta arrit dot që ta përballoj këtë që sapo më tha. Për një hall vetë thua ti si. Jo, drejtor, shefi kemi një kontratë, se s'ke bërë kontratë që të demi bende, përgjigjemi për demet. Jo, po se cili është me Nëse kontratë. demit vjen nga OSHE, atëherë besoj se t'ja përgjigjemi. Qartë. Ndërprerja e energjisë elektrike është nga OSHE-ja. Nuk është nga... Nuk e di. Jo, shef çaj aty. Me çdo gjova shumë vërejtë ka. Kjo tregon që ka lë shumë për të shehuar puna juaj. Atëherë shikoni çik me përparësi. Patjetër. Sepse vërejtje nuk është një. Po tregon që është një pjesë e konsiderueshme e Kuçovës, të cilat ka problematika lidhur me energjinë elektrike. Kjo tregon përgjigjen theve. Faleminderit. Po, Fiks. Po, të parë. Plan konkret është që unë e kam paraqitur drejtorisë qendrore në rajonale të Beratit planin se cilat zona janë problematike për bërë investimin në kabllore dhe është dega teknike e cila merret me projektimin dhe ndërkimin në drejtorisë të Tiranës. Gjithmonë investim me të tretë. Po bra.
Sandri, këtë e kam e ty konkreta. Me qenë që bëjmë ligjesa të tilla, kemi shefin këtu, aja i kompetenca ka, aq mundësira ka, i bën gjitha punët, janë të si dakord me Mariano, ishte eqja zgjen, por mendoj që kur të vi për ligjesa të vjen dhe përfaqësues nga drejtoria në base, ja u themi më konkretisht atyre dhe planet që kanë ata direkt, sepse edhe aty në atë shkresh shkruhet drejtoria apo jo. Pavarësisht se kush e përfaqëson. Po, këtë drejt, por... Sepse nuk e shfaqësuar të janë drejtori. Ai thotë ne kam bërë punën. Kam bërë shkresë, por duhet dhe ata. Kërkesa jonë ishte për drejtorinë, por për arsye objektive po dërgojnë Dakor, dhe sa ata përgjegjës direkte, ka problematika, ka gjëra. Mendoj që megjithatë tani unë do thoja që gjitha ato problematika që do rëndun, nëse nuk paroj dhe Mariano kompletisht, ju duhet t'i reflektoni në drejtorinë tuaj me të njëjtin intensitet që ato. Se tek e fundit dhe qëllimi i këtij informacioni nga ana e Këshillit Bashkiak. Ose po ky s'ka drejt investimi. Drejtoria është berat. Për qartë e qartë. Është për thjesht shkresë për cilësi në bazë të problematikave që kanë, ja paraqit drejtoria. Jam okej me tyja. Po. Pastaj investime. Më fal se nuk isha diçka me tyja personale, po problemi është si tha ai sotria, Mariano që kur është drejtuesi direkt, ai di më mirë gjëra dolla, në kuptimin e investimit, në kuptimin çka ka parashikuar. Se këto janë probleme 100 vjeçare, nuk janë probleme sot. Po themi ne që besoj se këtu jam kështu tani, besoj se e di që duhet ta dish që Skrapari ka një investim të fuqishëm. Është e vërtet? Po, është. Se kam informacion nga inxhinierët, që ka një investim që me të vërtet përfundimisht e zgjidh problemin e energjisë elektrike të Skraparit me këtë investim. Okej. Në rregull. Atëherë po them edhe diçka tjetër. Në Skrapar besoj është një zonë shumë e largët dhe ka pas problematika shumë të mëdha se ne. Por diçka tjetër që ndodhet tek ne edhe pjesa e sektorit të naftës. Në investimet që bën me tret, në fidera që kemi ne. Sepse është shumë e vështirë që të bëhet një investim në këto fidera kur në atë linjë ka dhe abonent privat të cilët janë të OSHE-s dhe pjesa e sektorit të naftës. Dhe kjo është arsyeja për cilën ka ngelur kjo peso, kjo diçka që janë... Por e kjo është bërë para 10 vjetësh që këto Ska kapacitet transformatorit ka përballojnë rasti do t'i ka... Jo, transformatorët janë ndryshuar në moment ku s'ka pasur kapacitet. Kjo do ndajë para 10 vjetësh. Se kuptoj, çfarë ke dhënë atë Po, pra, veçimi i linjës. Tek veçimi i linjës, po. Jo, unë... Një situatë që janë të lidhur të fideri naftës, se ju mund t'i kaloni shumë mirë të nga fideri që do bëhet në konstruksion. Qa ka rritin i fuqin transformatorit, në qëmë se është x kilovolt transformatorit, rritin i ngritin transformatorit, dhe përshka gjithë një këta abonent privat tek linjën e unë. Pse du t'jetë problem, se se përdojë? Kush argument të dojë unë? Sepse investime bëhen në linjë ekzistuese. Po ja të dëgjojmë në kryetarin se kishte diçka. Një ndërhyrje kisha të shkurtër, unë fillimisht duhet të uroj suksese përgjithësisht deri në ndjenin tim është i ri rishtasi, dhe ja vlen t'i urojmë suksese. Sa i përket normalisht ne dim që problemi i rritë amortizuar kërkon radhë parë investime, po investime nuk e se ka në dorë përgjegjësi Kuçovës, më thënë drejtën, unë kam punuar 5 vite në OSHE dhe para shumë me di si funksionon brenda, ata përveç se patjetër të qartë janë ndikimi i lobingu, është ka një këshill teknik ata, një këshill teknik në OSHE qendër, që miratojnë dhe realisht i kalojmë me goxha kujdes sa investime dhe kryesisht e keqja është që investimet fillimisht japin prioritet atyre zonë ka shumë humbje. Humbje të mëdha teknike ose humbje jo teknike, vjedhjet. Unë po them tregoj një histori shumë personale, jam munduar shumë që të bëjmë edhe fshati im bash me ABC atëherë. Ata prapë investimet i kanalizonin Dronovic, Samatic, Banaj, Andektese, realisht vjedhjet ishin më të mëdha aty. Mund duket e pa drejt kjo që ne që i bie që zgjedhim, i bie mos na bëhet dhe atyre që vjedhin ty bën më herë, por realisht edhe çështje për të shëndoshur për rikthimi investimin mbrapsht të shoqërisë, çështje politika të shoqërisë. Tani pse është bën skrapare, pse kështu
nuk e di arsyen, atë si tekst, ato çështje nuk përtej nesh, po gjithsesi mos themi në listë sa gjëra janë bërë. Një investim madh që është për që ndikon, aty është në stacioni Kuçovës. Ne kemi pasur një stacion kohën e italianëve. Në stacioni është për gjithë, nuk është për Kuçovën vetëm. Po është edhe për Kuçovën patjetër, po edhe fitër e Kuçovës nga në stacion dalin. Edhe fin, pra mos thuhet që ose për gjë fare, mos jemi kaq në listë. Po themi që s'është bërë. Po. Se tha një. Jo. Tani un jam me këtë që tha Mariano, me thënë drejtë se për çështje për investimet normalisht është shumë për te i përgjegjësit këtu dhe normal duhet diçka shumë e madhe. Pa marrë ato që quhet mirëmajtje profilaktike, nëse jam për avlisin nëse jam korrekt me terma, këtë mund ta bëjnë. Unë nuk e di sa e ka stafin e duhur përgjegjësi këtu, i vijnë baza materiale nga Berati apo jo, se edhe këto andrave dhe shtetit tonë se mund të kërkojë përgjegjësi, po s'ka logjistikës, nuk kam thot Berati magazin si tek, po. Të lutem me aq mundësi sa ke, se tani kjo puna e OSHE-s e furnizimin e energjisë, mua më duket se puna atyre milingonave që në verë duhet përgatiten për ndimër. Në verë normal dalin të bëjnë një kontroll në linjë të shumë ato izolatorët, kanë një të shara apo si tek që mjafton një pikë ujë, pastaj më të bie linja të japi tokë ty, në ana teknike. Pra, aq mundësi sa ke. Të lutem shumë bëni mirëmbajtje dhe kontroll linjave aq sa mundesh. Unë e di se ndonjëherë edhe çështje thash ti mund të kërkosh shumë gjëra, ata s'ka bazë materiale, s'ka ashtu, ka qenë ndralla si funksionon shteti në përgjithësi, po. Të lutem të fokuson këtë pjesë. Pastaj investimet dieta janë shkon për teje shumë e madhe. Faleminderit. Po, Fredi. Dëgjoj, lidhur me Erani, ne folëm shumë me anë, folëm me kulturën e tëra, a i djali që është aty së të mja zjemë atë, por a i përfaqëson një institucion, detyrimisht dhe i ditë kërkesat ku t'ja drejtojnë. Patjetër, patjetër. Po jo thua, jo ashiri ose e pa. Për ta uruar, bërë dhe ta ashiri për ta uruar, po. Sa i përket, ta uruar, ose një fara një, suksesën punës dhe edhe në barë. E dyta, sa i përket ata investimin skraparit tjera, është i tregues që me të vërtet në bashkitë të tjera punohet më shumë nuk e di se si, por kjo tregon edhe një neglizhencë nga rajoni, me gjë përfaqëson bashkitë. Së tretë, jo janë bërë investime, s'janë bërë investime, mos më duhet gjithë fare. Unë kam 10 vjetë, s'kam pasur drita, s'kam drita. Qa investime? Qa investime? Një jetë e lagjen aty? Po, e njo. E katë. Të flitet me këtë gjë që jo e më bërë, jo mi e bajë, mos i mirë. Sot kërkohet asë. Atë e gjithë Mariana, unë paguaj lekë, të shërbi. Tik ma bërë. Pagon lekë për atë shërbimi që merdi. A ti pagon lekë ai sa argjon. Këtë patjetër. Tani merre kontratën me OSHE-n, nëse ta dish ti, merre kontratën me OSHE-n, në asnjë vend të kontratës OSHE-s nuk të thuhet të garantohet furnizimi me energji 100%. Ka një rregullore e cilësisë shërbimeve të OSHE-s, mirator nga here dhe thotë që OSHE-ja nuk mban përgjegjësi aty dhe s'ka se sikur për defekte teknike. Patjetër do të ketë shkëputje. Asnjë vend OSHE nuk garanton ti. Se s'do të përvojë OSHE-n, po. Asnjë vend nuk e ka të rregulluar këtë pjesë. Po mos jetë normale, po kështu është, po kështu është. Dëgjoj më djallë, rolin e nënkryetar të ligatitit duhet të flisim me gjuhë tjetër. Jo me këta jetë mirëmbajtje. Do punojmë ne si bashki, ju si sektor që jeni aty, të përmirësojmë këtë. Çfarë mundësit janë tona të bashkisë nëpërmjet drejtorisë e tjera, vredjet e shqiptarëve, duhet që Patjetër. Vërtet të realizojmë, nësë flasë në emër, nuk flasë në emër të një komuniteti. Po. Se mos mbet gjë fare. Patjetër. Të për komunitetin flasim, po. Ai që ka biznesin atje, ai që ka pamua venda shtator, tetor, nuk kanë ndonjë Patjetër. fare se jam mësuar. Por të thuash ti, jo mirëmbaj, mos e mirëmbaj, do. Po patjetër. Pse do investojmë në vëmit këtu. Jo s'ka parë, po do investojmë. Po investime nuk i bëjmë as unë ti as bashkia as këtu, se është edhe ti. Po ne kushtat që janë kërkuar, kushtat që janë kërkuar e lobuar, patjetër. 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 Që s'ke forcë fare, ose s'të realizohet asgjë. Kushtat që s'është realizuar. Tani është bërë një investim i madh në stacione e di që aty po. Është i qeverisë. Po qeveria, po këta po thonë, me lobotë e qeveria, po dhe këto nuk i bën bashkia, qeveria i bëj gjitha, OSHE-ja është korporat, është shoqëri. Patjetër shoqëria do i bëjmë neve. Atëre, më fal. Fredi edhe një herë. Po, bebi. Mos e kalojmë neve. Po. Ne kemi thirrur këtë djalin këtu përgjigjet e Raldi. Raldi se ka punuar dhe unë elektrike të flas dhe unë tani. Jo, mu më drejtuar, përgjigjes mu drejtuar. Unë pyetjen e kam drejt për drejt. Do ndim ne si qiell bashka të drejtojmë institucionit tuaja. Kjo është ndihma që mund bëjmë ne. Unë institucioni ja kam dërguar të gjitha. Okej. Vebi, pikërisht për procedurë. Inxhinieri është sot jo thjesht si përgjegjës i OSHE-s këtu, por është i dërguari
i drejtorit sepse e ka firmosur e ka miratuar këtë informacion. Pra ka të gjithë të drejtën e ti që me të njëjtin intensitet si që the ti, ta përcjelli atje, dhe po që nevoja edhe ne i bëjmë ati një letër. Dhe mendoj që si që thatë dhe ju Vebi, ta mbyllim këtë informacion. O, Fredi, të lutem Danit, qëndrojmë qik. S'kemi, besoj se s'kemi qa për cilin me. Atere, inxhinier faleminderit dhe mund të shkoni faleminderit. Vazhdojmë atere. Vazhdojmë me pikën 1. Projekt vendim për miratim në rregullore së qendrës ditore për personat me aftësi ndryshe. Ajde Landa. Siç dihet, qendra e fëmijëve që funksionon këtu e 20 vjet më përpara, ka qenë në varësi të qendrës ekonomike arsimore. Në janar të 2026-s, kjo qendër i kaloi Drejtorisë së Shërbimit Social. Detyrimisht edhe rregulloria e kësaj qendre duhet i kaloj për miratim Këshillit Bashkiak. Për djeni, qendra e këtyre shërbimeve ka në funksion 5 punonjës. Me miratimin e planit social, janë shtuar dhe 3 punonjës. Aktualisht kanë më qenë më përpara 2 punonjës. I është shtuar një logoped dhe 2 punonjës të shërbimeve për moshën e 3, shërbime ditore. Në bazë të ligjit 121, të vitit 2016 për shërbimet e kujdesit shoqëror është bazuar e gjithë rregulloria e qendrës, me objektivat, qëllimet dhe detyrat që ajo ka. Qendra ofron shërbime ditore dhe logopedike për 17 persona. 10 janë fëmijë të moshës 6 deri në 22 vjeç dhe 7 janë për terapi logopedike. Kjo është puna dhe funksioni që kryen kjo qendër. Fëmijët që janë që trajtohen me terapi logopedie janë nga mosha 3 deri në 8 vjeç. Brenda në rregullore janë të gjitha shërbimet që ata marrin. Duke filluar dhe nga 10 fëmijët që janë me aftësi të kufizuar dhe 7 fëmijët që marrin shërbime logopedie. Kemi dhe shërbimet në familje, siç e thash edhe më lart, për moshën e 3, që ka filluar dhe jo pak shërbime po marrin, po trajtohen në mënyrë shumë të denjë personat e moshës së 3. Po. Ka pasur raste për moshën e 3, punonjës, që janë 2 punonjës, janë me edhe infermier në profesionin e tyre, i kanë trajtuar dhe sa herë që kanë bërë pasur nevojë mosha e 3, i ja kanë ofruar këtë shërbim. Shërbimet janë nga më të ndryshme, duke filluar që nga psonisjet e shportës bazë, pagimin e fakturave, shoqërimin në përqendrat shëndetësore, deri në spitalin Nën Tereza në Tiranë. Djemt janë vërtet të profesionit të tyre dhe janë përgjigjur çdo kërkesë që na kanë ardhur, duke u vënë ndjenjë edhe me njëri tjetrin, duke u lidhur dhe me qendrën e veteranëve, me kryqin e kuq, ne jemi përgjigjur çdo kërkesë të tyre. Janë bënë ndjenjë, domethënë, për shërbimet që kryejnë dhe puna deri tani po ecën shumë mirë.
Ndaj edhe kjo është bërë për djeni, do me thënë rregullorja nga ish drejtori nga qendra arsimore ka kaluar shërbimi social, do miratohet sipas ligjit dhe rregullave objektivave, qëllimi dhe planit dhe misionit që ata kanë tek drejtoria e shërbimit social. Po, pa tjetër, jemi lidhur me duke filluar që nga kopshtet, sepse që aty fillon, janë mosha nga 3 deri në 8 vjeç, që nga kopshtet, shkollat, dhe vetë, do me thënë, duke bërë publike edhe me në faqen e bashkisë, janë ofruar edhe vetë prindrit. Jemi lidhur dhe me qendrat e tjera të Beratit, që ata që në qoftë se deri më dje shkonin në Berat, sot e kanë këtë shërbim këtu te kjo qendër. Okej. Po, Mariano? Kanë qenë arsimi që ata kanë. Janë vërtet në profesionin e tyre kanë mbaruar për logopedi dhe ka pasur eksperiencën e saj tek qendra Lira në Berat. Dhe përderisa jo të gjithë, ka 20 vjet që funksionon kjo qendër. Madje përgjegjësen e kam edhe sot këtu, nëse domethënë do detajet e arsimit, por janë të arsimit dhe të kualifikuar nga shërbime dhe nga trajnime të shumta që janë bërë, si në djenin time, po edhe më përpara me trajnime janë të gjithë. Edhe logopedia ka eksperiencën e saj që ka punuar më përpara në Berat, në momentin që këtu ne jemi lidhur me qendrën. A është e licencuar ajo si person? Po, patjetër është e licencuar, e trajnuar. Edhe është edhe diçka, se vërtet atje janë fëmijë me aftësi të kufizuar, por në radhë të parë ne kemi çdo dosje për fëmijë, duke filluar që nga letrat që ai ka që trajtohet me kemping, analizat, diagnoza që ai ka, dhe në bazë të këtyre gjërave u ofrohet terapia. Terapia gjithmonë e cakton mjeku se çfarë terapia ai do kryej. Dhe vajzat aty e zbatojnë. Janë të licencuara, kanë mbaruar, kanë studiuar, kanë goxha vite eksperiencë. Edhe logopedia nuk është direkte nga bangat e shkollës, ka pasur një farë eksperiencë dhe me kërkesën që ne i bëm zyrës së punës, kur fituan planin social, kjo u bë arrit marrëveshja që logopedia të arrite ta kryente këtë funksion, jo në Berat, por në qendrën tonë. Shiko, infermierët, unë vërtet tash infermierë, po shërbimet e treta, ata nuk janë, ata thjesht edhe në spital kur vjen, bëjnë shoqërimin tek mjeku, duke filluar që nga mjeku i familjes. Nuk kryejnë ata atë punë që i takon mjekut apo infermierës së spitalit. Me pak fjalë, me shoqërus të cilët, për shembull, konkretisht, ne jemi vënë në Djelin nga Kryqi i Kuq për një X personi i cili kishte nevojë të shoqërohej në qendrën spitalore Nën Tereza në Tiranë, duke u lidhur punonjësi jonë me mjekun e familjes, duke folur çfarë ka ai konkretisht nevojë, u bë shoqërimi i tij në spitalin Nën Tereza. Ju nënshtrua disa analizave dhe gjithmonë në mbikëqyrjen e mjekëve atje dhe mjekut familjes këtu. Kjo, domethënë, u bë një koordinim i punës që çdo gjë vajti në shërbimin e duhur. Pa kryer as edhe një shërbim spitalor nga
Vetvetja e vetë punoj si shërbimeve ditore. Po, në fakt, ky ka qenë edhe, në fakt, ky shërbim është shërbim në kuadrin ditor, në kuadrin projektit përbashkët që ne kemi me Ministrinë e Linjës, në fakt nuk është qëllimi të zvendësoj institucionet, të zvendësoj spitalin e Sitek, po. E shërbim lëvizje dhe asistence, pra ne i koordinojmë, minimojmë që ata të marrin shërbim pranë spitale, poliklinikave. Po, si urlise, pa tjetër, se në normalisht nuk mund të zvendësoj institucionet, nuk mund të vejnë të ushtrojnë atë profesionin në atje. Kjo është ideja dhe kjo ka qenë qëllimi dhe projekti prej fillimit. Po, mua më vjen mirë që të paktën edhe në kuadrin e planit social, bashkia përveç shërbimeve që ka ofruar ndër vite për fëmijët me aftësi ndryshe, ofron edhe shërbime tjera logopedike, në fakt që janë shërbime rishe, që ne nuk i kemi pasur këto, në fakt. Që ndihmojnë fëmijët që kanë probleme në të folurit, në aftësi për të folur komunikuar si tek, ndërkohë edhe për moshat e treta. Për shembull, duket një zgjerim i rëndësishëm i shërbimeve sociale që ofron bashkia. Është bashkëfinancim, siç projekti siç mund ta dini, bashkëfinancim Bashkisë Kuçovë dhe Ministrisë së Linjës, Ministrisë Shëndetësisë. Ne urojmë që ai të zgjasë për te, të bëhet edhe i qëndrueshëm. Ne duam që në vazhdim ai të synojë të mbetet një shërbim i qëndrueshëm. Okej, mirë atëre, nëse nuk ka dikush tjetër për të shtuar. Kush është dakord që ta miratojmë rregullore? Manoli. Kundër s'ka, absolutisht s'ka, miratohet, landa faleminderit. Vazhdojmë në pikën 2. Projekt vendim për miratimin e projektit të rekonstruksionit të Urës Bardhaj, njësia administrative Lumas, Borina, mund të vini dhe trajtojmë edhe dy çështje tjera me ju, për mos ta zhvillat e poshtë. Përshëndetje të gjithëve, në lidhje me projekt vendimin e paraqitur për miratimin e projektit për rekonstruksionin e Urës në fshatin Bardhaj, njësia administrative Lumas. Atëherë, bashkëlidhur materialit ju është dërguar dhe një relacion në të cilin shpjegohet se Bashkia Kuçovë ka aplikuar për këtë investim pranë Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Pas daljes së rezultateve nga ky projekt, nuk kemi rezultuar fitues dhe në këto kushte, për të lehtësuar jetesën e banorëve në këtë komunitet, Bashkia Kuçovë kërkon miratimin e projektit sipas projekt vendimit paraqitur. Vlera totale e projektit shkon në 52.368.432 lekë, që do të financohet në 3 vite, 26, 27 dhe 28. Në material ju janë paraqitur të dhënat financiare për financimin e projektit. Për financimin e këtij projekti në vitin 2026, Bashkia kërkon paksimin e planit të shpenzimeve për 2 kontrata, të cilat janë lidhur gjatë vitit 2026. Konkretisht përmirësimi banesave ekzistuese për familjeve në nevojë dhe studime dhe projektime. Duke qenë që parashikimi i buxhetit ishte më i lartë se sa vlera e kontratës së lidhur, ne po paksojmë këto fonde të mbetura, paksohet dhe fondi rezervë në shumën 9.9 milion lekë dhe shuma 11.202.164 lekë do të shkoj për financimin e këtij projekti në vitin 2026. Ndërkohë që ne jemi duke përgatitur dhe dokumentin e projekt buxhetit afatmesëm
dhe vlerat e parashikuara për financim në vitet 27-28 do të jenë pjesë e projekt buxhetit afatmesit. Po, atëre kjo ura e fshatit Bardhaj, në fakt ka qenë një kërkesë e kajeshme e komunitetit aty për që i shërben fshatit Bardhaj, por edhe fshatit Pashtraj, për shkak se ka pasur, le themi, një barë financiare të konsiderueshme, jemi munduar në fakt të gjem burime alternative e financimi, qoftë Fondi Shqiptar Zhvillimit, qoftë Agjencia Kombëtare e Emergjencës Civile, apo institucione të tjera. Në fakt, unë vetë kam qenë prezent me kryetarin, ndër vite kemi munduar të lobojmë dhe të marrim këto financime, me sa duket pa sukses. Në këto kushte ka vendosur Bashkia Kuçovi ta financojë vetë ndërtimin e kësaj ure, shkon një fond prej rreth 52 milion lekë të reja. Është një urë do jetë me një gjatësi 25 metra linear, një gjerësi me asfalt 14 metra linear dhe me 2 trotuare nga 2 akrat, që janë në distancë me 1.75 metra. Mendohet që i shërben sipas edhe në tona një numër prej 1500 banorësh, 1550 banorësh, të fshatrave Bardhaj dhe Pashtraj, që sigurisht që edhe në ndjenin tuaj janë një fshatra me një ekonomi kryesisht bujësore dhe mendojmë që të shërbejë jo vetëm kalimit dhe aksesin më të afërt qytetarëve dhe banorëve të atyre, po edhe bujësisë dhe zhvillimit të asaj zone. Aktualisht ka vetëm një urë pasarel amortizuar që shërben vetëm për kalimin e kombësorëve, mjetet kalojnë në lumë, por normalisht ku dihet në periudhat e dimrit aty ose periudhat e vjeshtës, është pothuajse e pamundur që të kalohet aty me mjete, edhe ata kalojnë në përmjet fshatit Shegjës, i bie një rrugë goxha e largët, domethënë. Në këto kushte vendosur që do financohet nga të ardhurët e vjetë e Bashkisë Kuçov. Kjo është me pak fjalë. Jo, 3 vjet do bëhet financimi në mjet të programit afatmesëm buxhetor ose buxhet do shlyhet, siç bëjmë shumicën e investimeve, me thënë drejtë. Tani ne do nisim me një procedurë se ne projekt preventivin, projektin, relacion të gjitha dokumentacionin kemi dhe ne mendojmë që ta hedhim procedurën në programimin sa më shpejt dhe shpresën që ndoshta nga fundi i verës apo fillim vjeshta të fillojë punimet aty. Jo se do të marrë për 3 vjet, 3 vjet do bëhet financimi për 3 vjet. Pra, është ndarë financimi në 3 vite, siç bëjmë në mjet programit buxhetor afatmesëm. Urë të re, po, urë e re, po. Kështu e kanë quajtur atë për... Po. Në këtë kësha një ndërtim urë. Ku do ndërtohet të kura ekzistuese apo paralelisht? Paralel. Okej, tani. Do gjetë traseja që është trase më mirë, ose për projektin, më të drejtën. Duke njohur urën e vjetër pasarelën, që është e vetmja në Bashkinë Kuçov, ajo e Banajt, të rikonstruktohet dhe të ngelet si të paktën si vepër arti aty tek pjesa. Është e vetmja në Bashkinë Kuçov urë pasarelë. Jo, të qëndroj si vepër arti. Nuk kalojnë për aty kalojnë në këmbë ata me mjetë jo. Është e kalueshme në këmbë. Po në bëjmë, po shikoj, dale, tha. Tjetër çështje, miratere, kush është dakord të miratohet, faleminderit, kundër abstenim, nuk ka, miratohet. Atëre, Rina, mund vazhdoni me 2 informacionet e tjera që të mos vinim herë tjetër këtu, sipas radhës, me daljen jashtë përdorimit të aktiveve dhe pastaj me raportin e monitorimit se dhe i është në trajt në informacioni. Po, vazhdojmë me aktivet, besoj se, po.
Po, mund të... Në informacionin për daljet jashtë përdorimit të aktiveve, gjithë procedura është kryer në zbatim të udhëzimit 30 të vitit 2011 për menaxhimin e aktiveve në sektorin publik. Janë ndjekur të gjitha fazat e procedurës, që nga inventarizimi fizik, vlerësimi dhe nxjerrja jashtë përdorimit. Dokumentacioni ose lista e aseteve që kanë dalë jashtë përdorimit ju është dërguar me email. Kjo është një procedurë standarde që pas miratimit nga titullari i institucionit, Këshilli Bashkiak informohet për procedurën e kryer. Okej, atëre keni ndonjë problem të veçantë që për cilin duhet ta informoni Këshilli Bashkiak apo tërësisht e gjithë procedura është e zauruar? Po, është e zauruar plotësisht. Faleminderit. Mirë, atëre si materiale keni pasur, nëse ka ndonjë nga këshilltarët në një moment që kërkon ndonjë sqarim, e mirëpresim. Po se ju dëgjoj. Po. Do jetë lapsus, sepse të gjitha, duhet të shpjegoj të gjitha materialet që dalin jashtë përdorimit dhe që kanë në përmbajtjen e tyre materiale metalike, të cilat të gjitha këto materiale magazinohen dhe ndjekin një procedurë tjetër për të shitur në ankante për të dalë në ankante për të shitur për skrap. Okej. Atëre, po, lapsus. Dakord. Mirë, atëre, po me raportin e performancës, atëre, më falni. Në lidhje me raportin e të monitorimit, se kam gjithmonë mendjen të Adriatiku, që po pret kështu si me padurim. Mirë, për informacionin, raporti monitorimit, materiali ishte i gjerë, si që dhe e keni parë. Megjithatë, është një çështje procedurale dhe ajo, cili nga këshilltarët dëshiron të flasi këtu lidhur me këtë lloj informacioni. Nëse konsideronit mjaftueshëm në nivel informacioni, atëherë mirë, faleminderit. Duhet të shtoj diçka tek raporti i monitorimit. Raporti i monitorimit është i bazuar, është i përgatitur në bazë të udhëzimit standard për monitorimin e buxhetit vendor. Është paraqitur të dhënat janë paraqitur në mënyrë analitike dhe sintetike. Raportet janë të gjitha, edhe raportet në Excel, edhe relacioni bashkëlidhur janë sipas udhëzimit përkatës. Dua të përmend që në këtë raport realizimi i buxhetit është në përqindje, është llogaritur mbi buxhetin vjetor të rishikuar. Prandaj dhe raporti jep një përqindje 24,72% të realizimit të buxhetit. Bashkia aktualisht ka një stabilitet financiar, detyrimet e prapambetura janë në masën 1,08%, edhe kjo pjesë e detyrimet e prapambetura është për shkak se nga investitorët nuk është paraqitur dokumentacioni i plot për të likuiduar sipas udhëzimeve të Ministrisë Financave. Okej. Mirë, atëherë faleminderit. Mund të largoheni. Vazhdojmë me pikën 3, projekt vendim për miratim në raportit performancës Bashkisë Kuçov vitit 2025, Adriatik Po, mund vini.
materiali sigurisht është i gjerë, por siç edhe ju e konstatuat vetë, është i standardit. Gjithsesi, Adriatik mund të referoni disi përmbledhas duke vënë në dukje ato pikat më kryesore. Faleminderit.
Faleminderit. Po. Kush dëshiron të marrë fjalën? Besoj se gjithçka ishte e qartë. Atëre, kush është dakord që ta miratojmë këtë raport të monitorimit? Faleminderit. Kundër, abstenim, s'ka, miratohet raporti performansës. Faleminderit, Adriatik. Vazhdojmë me pikën 4, informacion. Mbi gjendje dhe masat e marra për kanalet ujitës në njësitë administrative të Bashkisë Kuçov. Po. Përshëndetje të gjithëve. Përsa i përket informacion mbi gjendjen dhe masat e marra për të treja njësitë administrative përsa i përket ujitjes, duke qenë se dhe sezoni po afron. Në njësim Pirondi, skema e ujitjes është nga diga e lumit Osum. Këtu përfshihen dy kanale ujitës, kanali që vjen nga Balta e Kuqe, që është me një gjatësi për 2 kilometrash, që është kanal parësor, po ashtu dhe kanali tjetër për një gjatësie 5 kilometrash, që është kanal dytësor, kurse kanalet e treta pastrohen nga vetë fermerët. Gjithashtu ka përfunduar dhe pastrimi i kanaleve primare të kalimit të ujit Lapardha Perondi me një gjatësi 3 km dhe 6 km kanalet të dyta. Po ashtu ka vazhduar edhe puna e pastrimit të kanalit përfundimtar që është aktualisht duke u punuar. Në total janë pastruar rreth 16 km kanal dhe i shërbejnë rreth 250 hektar tokë. Edhe këtë radhë menaxhimi i skemës së ujitjes do të bëhet nga vetë Bashkia Kuçov, duke marrë edhe punonjësit sezonal që i shërbejnë ujitjes. Pagesa po do të jetë e njëjtë 4.000 lekë të vjetra siç ka qenë vazhdimisht. Dhe përsa i përket fshatit Perondi dhe Maxhat, thashë i shërben rreth 250 hektar tokë dhe rreth 1.000 fermerëve. Po ashtu edhe në fshatin Goroj, të cilët ujitja bëhet nëpërmjet rezervuarit të Gorojt, edhe këtu janë pastruar kanalet